në cilësinë e drejtuesit të prokurorisë posaçme, nëse do zgjidhen, do të mbështesë secilin prokuror në kryerjen e detyrës së përputhje me ligjin, të pandikuar nga faktorë të jashtëm apo të brendshëm, për sa kohë ata realizojnë detyrën e tyre dhe mbrojnë interesin publik. Në rast të çështjeve që kanë vështirësi për ndarje të ngarkesës fizike, por edhe psikologjike, do të procedojë me krimin e grupeve timore, jo vetëm me qëllim uljen e ngarkesës, por me qëllim që të kuptohet mesazhi që vendimet e prokurorëve nuk janë vendime personale të tyre apo prokurorit të çështjes, por janë qëndrime të institucionit të prokurorisë posaçme. Së treti, do të merren masat e nevojshme që çdo çështje penale, përveç penale të korrupsionit apo krimit organizuar, të shoqërohet me hetim financiar dhe pasuror me qëllim konfiskimin e produkteve të krimit për të dëmtuar aftësinë financiare të krimit dhe për të përdorur pasuritë për qëllime të lishme. Së katërti, do të ndërmerren masat e nevojshme për rritjen cilësore dhe rritjen e standardeve profesionale të hetimeve, që gjatë veprimtarisë hetimore të zbatohen me korrektësi rregullat e vendosura në Kodin e Procedurës Penale. Mjetet e kërkimit të provës, duke qenë veprime që mund të kufizojnë të drejtën e jetës private të qytetarëve, duhet të jenë në çdo rast në përputhje me parimin e proporcionalitetit. Është rëndësishme që organi procedues të kërkojë dhe të mbledh prova, por është po aq e rëndësishme dhe mënyra e kërkimit dhe marrjes së tyre. Në këtë drejtim do të synoj që veprimet hetimore të kërkimit të provës, në veçanti kontrollet në banesë, vende private, sekustrimi i korrespondencës, përgjimet, të bëhen duke zbatuar në mënyrë tepër rigoroze Kodin e Procedurës Penale, jurisprudencën e gjykatës së lartë, të asaj kushtetuese, standardet kushtetuese dhe standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Zbatimi me korrektësi të subsidiave procedurale që lidhen me mjetet e kërkimit të provës do të forcojë zbatimin e parimit të lishmërisë në veprimtarinë hetimore të prokurorisë posaçme, për të rrisë besimin publik të institucioneve shtetërore, si dhe të shmangë perceptimet për veprime hetimore jo proporcionale në raport me rrethanat e faktit. Së pesti, në lidhur me masat e sigurimit arrest në burg, siç edhe ju e njohur me raportet vjetore të prokurorisë, ato janë zbatuar në një masë të vogël në raport me numrin e përgjithshëm të çështjeve apo numrin e përgjithshëm të pandehur. Megjithatë, duke qenë çështje që lidhet në mënyrë direkte me kufizimin e drejtësisë personit, do të ndërmarrë masat e nevojshme që në kërkesat e prokurorit posaçëm të zbatohet në mënyrë tepër rigoroze, të zbatohen kushtet dhe kriteret e vendosura në ligj për caktimin e masave të sigurimit, në veçanti të asaj që lidhet me arrestin në burg. Prokuroria e posaçme në kërkesat për caktimin e masave të sigurimit do të ketë të njëjtën qasje që kanë dhe institucionet të vendeve të Bashkimit Evropian, si u tregohet kujdesi dhe diligjenca e duhur në përputhje me standardet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut si dhe vendimet e Gjykatës Evropiane për drejtat e njeriut. Së gjashti, do të ndërmerren masat e nevojshme për rritjen cilësore dhe rritjen e standardeve profesionale të prokurorëve dhe veçanti të hetuesve në lidhje me cilësinë e akteve që përgatiten prej tyre në fazën e hetimeve paraprake, pavarësisht se aktet përgatiten nga hetuesit dhe prokurorët janë akte të tyre individuale, cilësia e tyre ndikon në mënyrë direkte në imazhin publik të standardeve profesionale të institucionit të prokurorisë posaçme. Për këtë qëllim do të vlerësoj mundësinë për nxjerrjen e udhëzimit të përgjithshëm për standardizimin e akteve procedurale gjatë fazës së hetimit të çështjes. Gjithashtu do organizohen trajnime të veçanta me hetuesit për rritjen e aftësive të tyre në përpilimin e akteve procedurale. Cilësia e akteve do të jetë dhe pjesë përbërëse në rëndësi e vlerësimit punës tyre. Për sa i përket ideve dhe mendimeve lidhur me përmirësimin e strukturës dhe aftësive teknike. Së pari, kam vlerësuar që prokuroria e posaçme, duke qenë se përballet me një volum të madh çështje komplekse që lidhen me korrupsionin e lartë, krim organizuar, financim terrorizmi, pasimin e parave dhe përdorimin e kriptovalutave, ka nevojë për krijimin e sektorit të veçantë të analizës së informacionit. Do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për krijimin e këtij sektori, duke përshtatur me modelet dhe eksperiencat e institucioneve të ngjashme në vende të tjera. Në vizionin tim, ky sektor duhet të ketë të funksione, të grumbullojë dhe të sistemojë informacionin kriminal që vjen nga burime të ndryshme, të kryejë analiza kriminale nëpërmjet identifikimit të trendeve, lidhjeve, subjekteve, skemave financiare pasurore, të shërbejë për matjen e riskut për çështjet për ndjeshmëri të lartë dhe ato me ndikime të tjera, si dhe të shërbejë për prodhimin e raporteve periodike që orientojnë prokurorët në vendimarrjet e tyre dhe ndihmojnë në vlerësimin e çështjeve prioritare. Ngritja e sektorit të analizës është një hap i domosdoshëm për ta shndërruar strukturën në një strukturë proaktive dhe të bazuar në inteligjencën hetimore, duke ndihmuar forcimin e kapaciteteve, përmirësimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe sigurimin e drejtësisë sa më efikase, efektive dhe transparente.
Për sa i përket dy sektorëve të tjerë, sektori i hetimit financiar, sektori i ekspertizës, janë sektorë që kanë patur një rol shumë të rëndësishëm në veprimtarinë e tanishme të provurisë posaçme dhe Byros Kombëtare të Hetimit. Për sa i përket të parit, sektorit të hetimit financiar, do të ndërmerren gjitha masat e nevojshme për të pajisur hetuesit me të gjitha programet më të specializuar për kryerjen e hetimit dhe gjurmimit të pasurive. Dhe për sa i përket sektorin e ekspertizës, është nevojshme zgjerimi i numrit të tyre, pajisja e tyre me pajisje teknike më të fundit, trajnimi i tyre, mirëmbajtja, përballimi i kostave të mirëmbajtjes dhe gjithë elementet shërbejnë për të kryer një hetim sa më të shpejtë në raport me provat digjitale. Në raport me Byron Kombëtare të Hetimit, në këto vite të funksionimit të BKS, hetuesit kanë mbajtur në peshë të madhe të hetimit të çështjeve të provurisë posaçme dhe kanë patur një rol të rëndësishëm në hetimin e tyre, rol që vlerësoj që ka qenë në rritje. Megjithatë, mendoj që ka nevojë për disa përmirësime. Së pari, në këtë periudhë jashtëveçare, struktura e posaçme nuk ka patur kapacitete të dhura për të realizuar në mënyrë të pavarur veprime operacionale të vëzhgimit të personave në vende publike, vendosjen e pajisjeve dhe realizimin e përgjigjeve në vende private. Në këtë drejtim, veprimtaria hetimore e provurisë posaçme dhe BKS ka qenë kufizuar në aspektin operacional nga institucionet të tjera, siç është Policia e Shtetit. Vlerësoj se në bashkëpunim me drejtorin e BKS duhet ndërmerren masat e nevojshme për të krijuar brenda BKS një njësi të veçantë që të jetë aftë që në hetimin e çështjeve penale të caktuara të